Po, kjo fuqi që është në trupin tim, që ka kriminele e trupit tim, e fëmijëve të mi, po e thot gjithë krenari, do më vras derisa të vritet duri. A thu se ka fuqi Alketa Munga të vrasi duri. Po, sepse ka bërë shtëpi kësaj fuqie familjes, mund të ketë bërë 30, nuk e di. Dhe duri ka shkuar fshirëzi, ka djegur shtëpiat. Dhe këta janë kishtë trajtuar nga duri. Dhe fuqia e nxjerr kafajin Alketa Mukës. Alketa Muka nuk dinte gjë që digjeshin. Vitet janë tanishëm. Nuk ka ditur gjë. Alketa ka bërë dhe për vete. Plot. Nuk i vën faj ndërtesës Alketa, ja vën faj Allahut që mban durin në planetën. Kjo po dënon Alketën dhe çfarë ka bërë këto 4 vite? 2 vite kur ka hyrë. Ka hyrë që atëherë, po këto 2 vite, lën shtatzan Alketën dhe i nxjerr fëmijët i torturon me durin. Nuk e di sa fëmijë ka bërë me Alketën fuqia qeliz dhe i torturon me durin. E urreka shumë Alketën, dhe nëse mbron në një fëmijë Alketën, torturon fëmijën që mbron Alketën. Nuk e dija këtë. Dija që s'më donte, se mbret shumë, po më mbanen të gjallë. Po më copton shumë, gjinjt, barkun, mitrën. S'kam gjën të rezi me pak fjalë. Fëmijët e mi në bark i torturon shumë, i godet shumë. Po e kanë kuptuar që kjo qelis fuqi urreka shumë Alketa Mukën. Me sa duket kjo e ka coptuar, i ke prerë këmbët me durin. Dorën, duart, krahët, çdo gjë. Djegje. Kjo i ka thënë letës digje me vaj fytyrën. Kjo fuqi që rizë në trupin tim do të më vras, po do të më torturoj. 60 vite, 60 vite më torturoj, me sa duhet ka 60-70 vite që i ka ndërtuar Alketa. Po më shyen fuqia qelis për familjen e saj, sepse i shkoj duri, bezdisi duri. Jam fuqi. Familje fuqish. Dhe sa vite do vazhdosh më torturosh apo do vdes tani? Po të pyes se sa do më mbash. Po më po merresh me mua se të bëra shtëpi, okay, ke të drejtë. Nuk merre me fuqitë se është e kot. Po i ke bërë zgjidhjen e duhur, mbrit mua. Dhe sa? Shiko, vetëm mos më copto më mishin se më vjen për të vjerë. Më fut në varr. Po merru me fëmijët tash, po i bëre fëmijët, po i vret tani. Po do merresh pra me fëmijët. Po bëhem edhe unë katile tani. Po merru pra me fëmijët. Vriti fëmijët sepse kam fajin fëmijët. Po bëj dhe ca, bëj dhe 100 të tjerë. Po vriti fëmijët.